Situata e showbizit në Shqipëri nuk është as pak e lehtë sepse kemi dy Big Brother, një në Kosovë, një në Shqipëri. Mirë se rikthehemi në një tjetër takim brenda ditës të Olti Curi TV në YouTube për të folur për një ngjarje as pak të zakonshme që ka ndodhur në Kosovë, në Big Brother Kosova. Më vjen një mesazh që thotë Olti, çfarë po ndodh te Bigu i Kosovës? Dëgjohen banor duke bërtitur. Çel Maderën po thot, duhet të dalë dhe banorët vetëm shikohen mes njëri tjetrit dhe një moment është lëshuar muzika. Çfarë është dëgjuar në ato momente është kjo që po dëgjoni tani. Pikërisht për këtë do flasim çfarë ka ndodhur. Është takimi i radhës tek Olti Curi në YouTube, Olti Curi TV në YouTube për të folur sot për një ngjarje që duket se i ka bërë për vete të gjithë ata të fansa të cilët ndjekin dhe në çdo kanal të mundshëm, jo vetëm në Artmotion Big Brotherin e Kosovës, por edhe në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook, edhe në TikTok. Çfarë ka ndodhur? Të kujt ishin këto ulërima, një vajzë që ulërinte më të madhe dhe që i shqetësoi të gjithë shikuesit të cilët duke mos marrë dot përgjigje nga produksioni apo nga faqet zyrtare të Bigut të Kosovës, kërkonin të merrnin përgjigje nga blogerë, nga gazetarë apo nga njerëz të njohur, pra të gjithë ne të cilët merremi pak a shumë me komentet e Big Brother VIP Albania, por dhe Big Brother VIP Kosova. Ulërimat që dëgjohen dhe që në pjesën e parë, pra në çeljet e këtij takimi në YouTube, unë bëra që të dëgjoni, janë të Suanitës, që thonte Çel Maniderën se duhet të largohem, Çel Maniderën se duhet të iki, është zëri i Suanitës, është zëri i Suanitës, e cila është një këngëtare Suanita, gjendet në javët e fundit, ka hyrë në Big Brother VIP Kosova, atje kur loja kishte nisur prej shumë kohësh, dhe Suanita është aty brenda bashkë me motrën e saj Aurora. Por çfarë ka ndodhur? Si kanë rrjedhur ngjarjet dhe si shkoi situata deri këtu, pra sa Suanita doli nga vetja dhe bëri një skenë për të cilën duhet thënë se familjarët në të drejtë mund të shqetësohen, njerëzit e saj të afërt e çdo kusht tjetër. Unë mendoj se menjëherë mund të kenë ndërhyrë psikologët dhe produksioni për ta qetësuar, nuk e di çfarë ka shkuar, por ajo që morën vesh ishte pikërisht se shkaktari ka qenë Labinoti, Labinot Rexha, Noti. Ato thash edhe unë, prap Labinoti, prap Labinot Rexha, prap ço Rexho, ço djalo, dhe me sa duket se Labinot Rexha është çuar mëngjesin e sotëm më herët nga të gjithë. Është zgjuar me të bërtitura në mëngjes dhe është zgjuar duke rrahur tenxheret me lugë e duke bërë një zhurmë të jashtëzakonshme. Për shumë banorë të Big Brotherit në edicione të ndryshme, si me personazhet e njohur ashtu edhe me VIP-a, duket se ky është një veprim që i jep atyre pikë apo i bën provokues, por ndërkohë është një veprim i cili është parë e stërparë, edhe është një gjë shumë e përsëritur. Labinot Rexha ka rrahur tenxheret, ndërkohë që banorët në përgjithësi nuk e kanë bërë të madhe veprimin e Labinotit, duke ditur ndër të tjera që nuk është hera e parë që Labinoti e bën një veprim të tillë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Por çfarë ndodh? Problematika në këtë mes është Suanita, këngëtarja kosovare, e cila si duket ka probleme me gjumin dhe është nga ato VIP-a. Ne kemi dëgjuar që VIP-at nuk është se zgjohen shumë herët në mëngjes, dhe mirëmëngjes VIP-i ta jep nga ora 3-4 pasdite. Me sa duket Suanita është pikërisht kategoria e VIP-ave që nuk zgjohet shumë herët, dhe nëse do zgjohej herët, atëherë ajo nuk ka dëshirë që të zgjohet me zhurmën e tenxhereve të Labinot Rexhës, dreshi e mori. Dhe pikërisht Suanita ka fjetur midis së mbrëmjes së njëjtës dhe sot në mëngjes kur dava shënon 30 janar, Suanita ka qenë nga të fundit që ka shkuar për të fjetur, sepse me sa duket ajo vuan nga pagjumësia. Por nuk ka qenë e thënë që ajo ta zëvendësoi gjumin e darkës, që ra shumë vonë në mëngjes sot herët për të fjetur, që ta zëvendësoi pra në orët e para të mëngjesit, sepse Labinot Rexha ka shkuar dhe ka rrahur tenxheret më të madhe, duke dashur që t'i provokojë, duke dashur edhe që t'i zgjojë nga gjumi, apo për të nisur një debat, apo për të kthyer edhe një herë vëmendjen tek ai,
Është një lloj kjo e rajës të tenxhereve që kush ka qenë në Big Brother i ka ardhur këtu në majtë të hundës. Kësa radhe, ngjarja ka qenë shumë e madhe, Suanita ka filluar të bërtasme të madhe. Jo vetëm kaq, por është qartur kur thënë kosovarë deri në atë pikë sa ka kërkuar ndihmë tek dhoma e rrëfimeve. Ajo ka shkuar tek dhoma e rrëfimeve, ndërkohë Labinoti është shkëputur dhe ka shkuar në living room për të bashkuar me të tjerët. Ajo ka shkuar tek dhoma e rrëfimeve duke treguar se vuan nga pagjumësia, vuan nga mungesa e gjumit dhe provokime si këto të Labinotit e nxjerrin nga vetja. Ajo ka kërkuar ndihmën e produksionit, ndihmën e njerëzve të cilët monitorojnë banorët kur hyjnë në shtëpinë, kur hyjnë në dhomën e rrëfimeve brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës, por me sa duket ato nuk e kanë vrarë mendjen fare dhe është dukur diçka normale, pagjumësia. Kështu që ajo tonë nuk është se e kanë vrarë mendjen shumë për problemet e Suanitës me gjumin dhe që Labinoti ka rrahur tenxheret e koka e saj duke bërë që të dalë nga vetja. Pikërisht thirrja e Suanitës që është dëgjuar, u dëgjua edhe në hapje të videos time. Pra hapeni derën sepse dua të iki, është një thirrje që Suanita e ka bërë brenda dhomës së rrëfimit, ndoshta duke e parë që nuk po gjen komfort nga produksioni apo njerëzit të cilët janë të paguar dhe qëndrojnë brenda dhomës së rrëfimit me turne nga 4 orë për të dëgjuar të gjitha problematikat që kanë banorët në një reality show. Dhoma e rrëfimit është pikërisht kjo, është një dhomë ku personazhet shkojnë dhe gjejnë mbështetje dhe gjejnë gjithmonë mbasi bien ziles dhe merret okay për të hapur derën, është një person i specializuar i cili dëgjon problematikat e tyre, i dëgjon të gjitha hallet dhe dëgjon se pse ato janë aty. E është pikërisht një nga stafi që ka pritur dhe ka dëgjuar problemet e Suanitës me pagjumësinë, por me sa duket nuk ka qenë reagimi që Suanita priste. Pikërisht e pakënaqur nga reagimi i produksionit, Suanita priste që produksioni, nuk e di, ndoshta ta vinte në gjumë, ti këndonte një ninull, apo nuk e di çfarë tjetër, apo ti rregullonte organin kështu mirë, apo ti fërkonte ballin, por Suanita priste më shumë nga produksioni. Kur ka parë që produksioni nuk e ka çarë kokën fare, Suanita ka filluar me ulërimat e saj, ulërima që janë dëgjuar jo vetëm në dhomën e rrëfimeve, pa dëgjuar edhe jashtë dhe në gjithë territorin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës, madje ulërimat u dëgjuan edhe aty ku po qëndronte Labinoti, që ishte shkaktari, që rinte si i bukri shejtan, sikur nuk dinte asgjë pse Suanita po bërtiste, sepse ishte Dolçja. Dolçja tha çfarë po ndodh këtu, Labinoti nuk i tha dëgjoj se unë i rra tenxhere dhe detyrova Suanitën të bërtasi kështu. Ishte ndër të tjera dhe lundrimi. Por çfarë ka ndodhur? Ajo ka bërtitur frazën "Çelmani derën", por nuk dihet sepse për të dalë nga dhoma e rrëfimit apo për të dalë një herë për gjithmonë nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4. Ajo që dihet me siguri është që produksioni, duke e kuptuar që ulërimat e Suanitës po bëshin problematike dhe mund të dëgjohen nga njerëzit i jashtë, pra njerëzit që ndjekin Big Brotherin në kanalet e dedikuara, atëhere ato kanë çelur muzikën me një herë, ka qenë Dolçja, Lundrimi, Labinoti e gjithë të tjerët, të cilët duke kuptuar sikletin e produksionit, janë çuar duke kërcyer sikur nuk ishte ndodhur asgjë fare.